Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13. Një vet aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Dobrush të Istogut, ku si pasojë ka humbur jetën një 32 vjeçar. Lajmin ka konfirmuar Fadil Gashi, zëdhënës i policisë për rajonin e Pejës. Gashi bëri të ditur se shoferi ishte përplasur me një shtyllë të betonit dhe se i njëjti ka vdekur në vendin e ngjarjes. Në lidhje me rastin, policia dhe njësitë relevante kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e plota të këtij aksidenti. Një delegacion i Bankës Qendrore të Kosovës, i kryesuar nga guvernatori Ahmet Ismaili, po merr pjesë në takimet pranverore 2026 të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në Washington DC. Në kuadër të këtyre takimeve, përfaqësuesit e BÇK-s do të zhvillojnë takime me drejtues dhe zyrtar të lartë të FMN-s dhe Bankës Botërore, me fokus në zhvillimet më të fundit makroekonomike dhe financiare, perspektiven ekonomike në kontekstin e rrethanave aktuale globale, si dhe implikimet për stabilitetin financiar dhe politikbërjen. Takimet pranverore të FMN-s zhvillohen nga sot deri më datën 18 prill. Organizata veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar lidhur me promovimin që kuvendi i Serbisë ka bërë Obrad Stevanović, generali të policisë serbe dhe bashkëpunëtorit të ngushtë të Miloševićit gjatë luftës në Kosovë. OVL UÇK-s thekson se duke lartësuar figurat që lidhen drejt për drejt me gjenocidin shtetëror ndaj popullit shqiptar, kuvendi i Serbisë dëshmoi se ky shtet, përpos që nuk është penduar për të kaluarën kriminale, vazhdon të njëjtin avaz në raport me Kosovën dhe shqiptarët. OVL UÇK-s kërkon që SBA dhe BE të reagojnë prerë ndaj këtij vendimi, sepse sipas tyre heqja përballë narrativave që rehabilitojnë krimet kundër njerëzimit është bashkëfajësi morale. Me rastin e 27 vjetorit të rënjes së dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Doganaj, Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, në përkrahjen e komunës së Kaçanikut, organizojnë manifestim për kujtimor. Pas manifestimit për kujtimor, do të bëhet edhe vendosja e luleve në vendin e rënjes pranë lapidarit të ngritur, si dhe do të bëhen homazhe në kompleksin memorial tek varezat e dëshmorëve. Kryeqyteti shqiptar mirëpret sot një nga ngjarjet më të rëndësishme mbar kombëtare të vitit. Nga dita e sotme, deri në datën 15 prill, Tirana kthehet në qendrën e shqiptarëve nga gjithë bota përmes samitit të 4 të diasporës, që vjen me moton "Përmes rrënjëve lartësohemi". Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Gleu Konjufsa do të marrë pjesë në samitin e diasporës shqiptare në Tiranë. Në agjendën e publikuar nga organizatorët, Konjufsa do të jetë panelist me Ministrin për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha. Samiti do të zhvillohet me pjesëmarrjen e personaliteteve nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora. Pjesëmarrësit do të mund të eksplorojnë fusha të ndryshme interesi si ekonomia, inovacioni, arsimi, shëndetësia, arti dhe ruajtja e identitetit kombëtar. Ngjyrat kuqezi dhe video samitit të diasporës që nis në Tiranë janë shfaqur në Times Square në New York. Nafta sot në Kosovë do të shitet me çmimin 1,84 euro sipas vendimit të publikuar nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit. Në vendimin e publikuar, çmimi maksimal i lejuar për benzinë është 1,44 euro, kurse për gazin është 0,89 cent. Luboteli në gjysmë finale pas fitores 3-1 ndaj Skënderbeut. Luboteli ka siguruar kualifikimin në gjysmë finale të play-offit në Superligën e Kosovës në volejboll për meshkuj, pasi kam poshtur Skënderbeun me rezultat 3-1 në ndeshjen e dytë e çerek finale. Skuadra nga Ferizaj e nisi shumë mirë takimin, duke fituar 2 setet e para dhe duke marrë epërsinë në seri. Skënderbeu reagoi në setin e tretë, me një lojë më të mirë dhe arriti të ngushtojë diferencën në sete. Megjithatë, në setin e katërt, Luboteni u rikthye fuqishëm,
duke menaxhuar lojën në momentet vendimtare dhe duke e mbyllur ndeshjen në favorin e vet. Me këtë fitore dhe 2 triumfe në seri, Luboteni avancon me merit në gjysmëfinalet e play-offit, ku do të vazhdoj garën për titullin e kampionit. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës, takohemi në edicionin e orës 15. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.